Kardiologu jep urdhër, nëse keni rrahje të larta të zemrës, urgjent duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Rrahjet e zemrës konsiderohen të shëndetshme kur janë 60 dhe 100 rrahje në minutë. Megjithatë, ato mund të ndikohen nga shumë faktorë që përfshijnë gjendjen emocionale, shëndetin mendor, medikamentet, nivelin e lartë të aktivitetit fizik e të tjera. Konsumi i disa ushqimeve ose pijeve mund t'i shtojë rrahjet e zemrës në nivele jo të shëndetshme. Në këtë video do të mësoni për ushqime dhe pijet që duhet të shmangni ose të kufizoni për t'i mbajtur rrahjet e niveleve të zemrës të shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ushqimet dhe pijet e pasura me kafeinë mund të ndikojnë në këtë proces. Ushqimet dhe pijet që përmbajnë kafeinë kanë tendencën e madhe të rrisin rrahjet e zemrës, pasi kafeina mund të stimulojë edhe sistemin qendror nervor dhe eksalton trurin duke shkaktuar një rritje të beftë të rrahjeve të zemrës. Njerëzit të cilët të vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut ose kanë rrahje të çrregullta të zemrës, duhet të shmangin kafeinën, citojnë ekspertët, në mënyrë që të mos ketë ndikime të forta edhe në shëndetin kardiovaskular. Çokolata. Çokolata është e pasur me substanca stimuluese që quhen theobromine. Kjo substancë gjendet jo vetëm te çokolata, por edhe te nënproduktet e saj, siç janë akulloret me çokoladë, ëmbëlsirat, qumshti me çokoladë dhe çokolata e ngrohtë. Ndikimi i kësaj substance te rrahjet e zemrës është gjithmonë në varësi të dozës. Kjo do të thotë se sa më shumë çokoladë të hani, aq më të larta do të jenë rrahjet e zemrës suaj. Ushqimet e tejmbushura me sheqer mund të rrisin rrahjet e zemrës dhe të shkaktojnë problimacione më të mëdha në shëndetin tuaj. Sheqerna në gjak pengojnë funksionin e enëve të gjakut, të rrisin tensionin e gjakut dhe bashkë me të edhe rrahjet e zemrës. Ndër ushqimet që shkaktojnë një rritje të beftë të sheqernave në gjak janë pijet e gazuara, ëmbëlsirat, buka e bardhë, makaronat, orizi i bardhë, të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti në rritjen e problemeve tuaja. Por në dietën tuaj mund të shtoni edhe specat e kuq. Specat e kuq kanë tendencën të parandalojnë çrregullimet e rrahjeve të zemrës. Nëse arritmia është e vazhdueshme, ajo mund të paksojë qarkullimin e gjakut në tru dhe në organet e tjera. Kapsaicin te specat e kuq djegës përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ul rrahjet jo normale të zemrës. Konsumoni ushqime të kombinuara me speca të kuq djegës, por jo në sasi të tepruar, në mënyrë që të merrni përfitime të duhura për rregullimin e qarkullimit të dur të gjakut. Kafeina është ndër armiqtë kryesor të shëndetit të zemrës, sidomos nëse keni çrregullime të rrahjeve të saj. Prandaj, sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj, aq më pak shqetësime do të keni. Miqësia e zemrës varet nga një sër faktorësh dhe ushqimesh, të cilat mund të ndikojnë pozitivisht ose negativisht në shëndetin e saj. Ushqimet e duhura dhe të shëndetshme luajnë një rol thelbësor për zemrën, ashtu siç luajnë rolin e dëmshëm ushqimet e gabuara. Nëse dëshironi të ruani shëndetin kardiovaskular për shumë vite me radhë, atëherë duhet të shmangni këto ushqime në mënyrë që të mos ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të shëndetit. Ushqimet e shpejta janë armiqtë kryesor të shëndetit të zemrës. Yndyrnat e ngopura kanë një lidhje direkte në shëndetin e zemrës. Në përgjithësi, yndyrnat e ngopura në bazë shtatzore në kombinim me karbohidratet kanë një efekt përkeqësues për shëndetin e zemrës, por ushqimet e shpejta vijnë edhe të kriposura në maksimum. Shmangni sa më shumë ushqimet e shpejta si sufllaqet, hamburgerat, që të mbroni kështu shëndetin tuaj të zemrës. Mishrat e përpunuar gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiovaskular. Salçiçet, proshuta dhe pastërmat kanë në përmbajtje të tyre nivele të larta të kripës. Vetëm një fetë e hollë proshut përmban gjysmën e sasive të rekomanduara ditore të kripës. Ky i fundit është përgjegjës për rritjen e tensionit të gjakut dhe dëmton shëndetin e zemrës. Ushqimet e skuqura.
Patatet e skuqura, mishi i skuqur dhe të ngjashme si këto rrisin në riskun e sëmundjeve të zemrës. Yndyrnat e të skuqura rrisin kolesterolin në gjak, ndaj shmangin në këto produkte sa më shumë që t'jetë mundur dhe i zvendësoni ato me gatimet në avull. Produktet e gatshme shumë të sheqerosura mund të ndikojnë negativisht në shëndetin kardiovaskular. Për shumë vite me radhë, yndyrnat janë përmendur si një nga shkaktarët më në zë në mesin e ushqimeve dhe sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, ekspertët tani besojnë se niveli i lartë i sheqerit mund të jetë një kërcënim po aq i madh që kontribon ndaj obezitetit, inflamacionit, kolesterolit dhe diabetit, të gjithë shkaktarët të sëmundjeve të zemrës. Sheqeri gjithashtu ndikon negativisht në shëndetin kardiovaskular. Debatet mes kardiologëve janë të panumërta te roli i yndyrnave të ngopura, kolesterolit dhe sheqernave. Nëse ka një përbërës që duhet të eliminojnë personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, ose ta zëvendësojnë atë për të evituar riskun, është pikërisht sheqeri, pasi është një kontribues kryesor kundër këtyre komplikacioneve dhe mund të shkaktojë rrahje të forta të zemrës, dhe jo vetëm. Pijet më ëmbëlsues shtesë gjithashtu mund të dëmtojnë shëndetin tuaj kardiovaskular. Shumë konsumatorë e gjejnë në burimin më të madh të sheqerit të shtuar jo në ushqime, por në pijet e përditshme që konsumojnë. Studimet më të fundit kanë treguar se më shumë se 60% e fëmijëve, 54% e të rriturve dhe 45% e femrave kishin konsumuar të paktën një pije të gazuar ose të ëmbëlsuar midis viteve 2011 dhe 2014. Drithrat e ëmbëlsuara gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ushqimet që duket sikur janë pjesë e ushqimeve të shëndetshme, siç janë drithrat e ëmbëlsuara të mëngjesit, janë të mbushura me sheqerna të shtuar. Nëse ngrënia e karbohidrateve të rafinuara dhe sheqernave në mëngjes nxit inflamacionin dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak, ose ul atë, duke i çelur rrugën të ndimeve të sheqerit gjatë gjithë ditës. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e frutave, vezëve, avokados ose bukës me drithra të plota në mëngjes për të evituar këto ushqime jo të shëndetshme. Ëmbëlsirat e pjekura mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ëmbëlsirat e pjekura, veçanërisht ato që shiten të paketuara nëpër dyqane, janë plot me sheqer dhe me gjasa, janë të gatuara me yndyrna të ngopura, siç është vaji i palmës ose margarina, të cilat të dyja kanë efekte negative në shëndetin kardiovaskular. Picat janë të dëmshme për shëndetin e zemrës për sa kohë e teproni me konsumin e tyre. Ekspertët kanë renditur picën në mesin e 6 ushqimeve më të kripura, pasi mishrave të lartë përmendur. Përmbajtja e kripës dhe yndyrnave të ngopura të pica është gjithashtu në rritje dhe me çdo produkt shtesë që kombinohet me brumin e picës. Kur hani jashtë, mundohuni të kufizoni deri në 2 copë picë ose zgjidhni pica me perime, për të evituar kështu sasitë e larta të kripës. Pijet e gazuara dietike kanë një rol negativ në shëndetin tuaj, jo vetëm për zemrën, por edhe për të gjithë organizmin. Ato mund të jenë pa yndyrë ose me 0 kalori, por pijet dietike kanë edhe një anë të errët. Njerëzit mendojnë se pijet të tilla janë të shëndetshme, por jo. Studime shkencore provojnë dita ditës se pijet e gazuara që janë në treg kanë lidhje me zhvillimin e obezitetit dhe diabetit dhe rrisin në riskun e shfaqjes së sëmundjeve në zemër. Sigurisht, duke i kombinuar ato edhe me një ushqyerje jo të keqe, do të keni edhe ndikime të forta. Patatet e skuqura. Patatet e skuqura janë ushqime të përshtatshme, të shpejta dhe të shijshme, por në të vërtetë ato janë të ngarkuara me shije artificiale, konservues, vaj dhe natrium, të cilat jo vetëm që kontribojnë në obezitet, por gjithashtu rrisin presionin e gjakut, duke rritur kështu riskun e sëmundjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Gjithashtu, mishrat e përpunuar mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës. Salçiçet mund të duken si një zgjedhje e mençur dhe e shëndetshme, por nuk janë. Në vend të kësaj, ky ushqim është plot me kalori, krip dhe yndyrë të ngopur që rrisin nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.